Pas 20 vitesh emigrim në Itali, eksperiencën e fituar me bimët dekorative, Leonard Zadrima nga Dajqi ka vendosur ta sjellë në vendlindjen e tij, duke mbjellë tokat me bimë dekorative, një kulturë që tashmë Dajqi e ka kthyer në traditë. Jam kthyer prej emigracionit ka një 5 vite, edhe kena filluar aktivitetin me bimë dekorative. Përsa i përket bimëve dekorative, na tregtojmë në shtetet e Europës dhe në shtetet e treta, si jashtë Armenia dhe Turqia dhe vende tjera. Përsa i përket bimëve dekorative, prodhimi është cilësor edhe i zonës tonë. Një pjesë bajagit madhe e blejmë në fermert si prodhojnë bimë dekorative, edhe i pjesë të vogël e prodhojmë na vetë. Pa dikunja 25 vite si ka fillu kjo aktivitet, kështu si në zhvillim e sipër është ma tepër. Zadrima është kthyer nga emigrimi 5 vite më parë dhe ka mbjellë 2 hektar me bimë të ndryshme dekorative. Na kena 2 hektar të mjallra. 2 hektar janë vetëm baza, 2 hektar me bimë. E sa punëtor mund keni? Na kena 6 punëtor, jena 6 janë të siguruar punëtor. Për sa prodhojmë na, njeriu nuk është kurrë i kënaqur, se shpenzimet janë shumë mëllana, taksat janë shumë mëllana. Edhe rrogat e punëtorëve janë rrit, kështu si dërtesh kena punu, tokë nuk e dim si do shkojnë fund. Për përmbytjen e fundit që ka përfshirë Dajqin, Zadrima thotë se ka pasur dëme në tokat e tij dhe se ende nuk ka marrë dëm shpërblim nga instancat shtetërore. Përsa i përket ndihmës nga shteti deri tash as kena pas kurrë. Na kërkojmë edhe diçka nga shteti nëse është e mujtur me palle punën tonë edhe nga ana përmbytje sa si kena për çdo vit, edhe damet që na bëhen si alas kena marrë një përgjigje prej shtetit as prej bashkisë, as prej kërkuj. Kështu si taksat i paguajmë të rregullta, të jena të rregullt me taksat paguame si me siguracionet e punëtorëve si janë të siguruar, si nga ana e taksave shtetit. Kështu si shteti ta shohin pak edhe punën tonë, që nëse është e mujtë me na ndihmu diçka. Vitet e fundit në Dajq po vihet re një rritje e migrantëve që kthehen për të punuar tokat e tyre.